Mirëmbrëma, miqtë on televizion, mirëmbrëma dhe miqtë on talk. Tash ne do ta mësojmë të ngadal, derisa më rregullohet edhe goja dhe mu. Mirëmbrëma ftuarit tim që është Erzen Kopere, mik i vjetër, opinionist, pedagog, doktor i shkencave, por mi të gjitha kolegi jemi. Mirë se vjen, Erzen. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Faleminderit për gëzime për studion e re, padyshim, dhe në fakt vetëm emri ka ndryshuar misionit tuaj, deshta të them edhe për gëzimin dhe për vazhdimsinë. Pa tjetër. Në vërtet, të dy emisionet janë, por kjo bëhet e mundur edhe nga bashkëpunimi i shkëlqyeshëm që kam tashmë edhe prej kohësh me televizionin, TV Koplikun, tash me emrin On Televizion. Në të vërtet, Erzen më takon ta them këtë me ju, sepse kam qenë shumë herë i ftuar ke ju, edhe ju ke unë, e kemi biseduar shpeshherë. Por nuk ka gjë më të mirë për gazetarin sa të ketë hapësirën, të cilët nuk imponohet asgjë. Nuk i propozohet asgjë për të ndryshuar nga mendimet e veta ose nga qëndrimet e veta. Kjo është shumë e rëndësishme. Bile, pyetja e parë është ky lloj gazetari dhe ky lloj medie në Shqipëri ekziston, funksionon? Unë e kam gjetur këtu ku jam, bie fjala. Në vërtet, në pamjet parë duket sikur media shqiptare është, pra në kartolinën e saj është krejt e lirë. Në shpeshherë akuzat se është bile e shfrenuar fare, gati. Pra, po të marrësh telekomandën në dorë dhe ta vërvitesh çdo natë do të shohësh padyshim një lloj balancimi. Qartë, normalisht. Të forcave politike, të zërave pro dhe kundër. Madje shpeshherë duket sikur ka dhe një rendje pas asaj për të dukur sa më i balancuar. Megjithatë do thoja që kjo është më tepër një kartolinë, një fasadë, sepse padyshim shpeshherë ato të cilët janë lajmet e mëdha, lajmet që duhet të shqetësojnë shoqërinë. Normal. Ato preken në një mënyrë, të cilat padyshim një mendje holl fillon dhe e sheh që shkon drejt një interesit të caktuar. Padyshim që ti mund të krijosh një balancë, pra personash në studio apo në minutazhin e lajmeve. Por mënyra se si e relativizon çështjen, mënyra se si ja servir në fund publikut. Padyshim e sheh që ato mbas raportet e ndërkombëtarëve nuk janë thjesht për të largohen, pra që nuk kemi ose media lirë është e kërcënuar në Shqipëri. Realisht është oazë si TV-on, e kupton që janë të pakta dhe përpiqet, si më thanë, erezatimi i mediave qendrore të nxjerrin pak periferi, por vazhdojnë mbesin si pak në përmendimin tim si pika referimi, si më thanë, të atyre që duan të japin opinionin lirë pa një ndërhyrje. Edhe është një sukses. Përveç asaj që kemi biseduar shpeshherë bashkë të dikush me raportit midis censurës edhe vetë censurës, që ekziston, po themi, në demokraci. Asnjëherë nuk mund. Kena pa që është shumë më fortë se sa vetë censura. Por problemi është që unë e pranoj që shiko, në media kemi demokraci absolutisht. Nëse do të dali spakut ndahen mediat, që mbrojnë interesa të cilat pastaj përkufizohen në ndryshueshmërinë e tyre. Problemi i vetë censurës edhe problemi i imponimit të lajmit ose tragjikomizmit të lajmit përdorur, po themi, është një problem i madh i mediave, por nuk është flitet për censurë dhe diktaturë këtu, flitet për kohën e demokracisë, përdorimit në demokraci. Dhe kjo është edhe, si më thënë, problematika e mediave të sotme. E sidomos me ndërhyrjen pastaj e rrjeteve, portalizmit në përgjithësi, që për mua është diçka ekstremisht për të korrigjuar, sidomos në popull të tillë që gati personalen e kanë për personale, po themi. Po ndërhyrja e rrjeteve, Erzen, në fakt të kuadër. Ndërhyrja e rrjeteve, do të thë, po e tejkalon. Ka mbikaluar. Për çfarë ka dalë ose për çfarë gati më duken televizionet më mira, kupton shumë. Po kanë filluar të jenë, pra nëse janë etikisht edhe estetikisht më mirë. Janë po përveç kësaj janë pritur të jenë, fryma
si thanë, fryma e gjallë e shoqërisë. Qartë. Në fillim padyshim ka pasur këtë rol, edhe ka arritur të realizojë. Ndërkohë tani kam përshtypjen se rrjetet sociale, se thanë, janë më ndikuese, pra ose janë imponojnë më shumë se sa mundohen të ndryllin opinionin shumë më tepër se sa mediat. Në fundit ne dëgjojmë për ditë, të gjitha palët. Duket sikur një prej kjo nuk është ndaluar. Një prej problemeve më të mëdha në këtë vend sikur është media. Qartë. Vetë fjala media do thotë ndërmjetës. Dhe në fundit, si më thanë, s'është gjë tjetër veç se një pasqyrë, pra e shoqërisë që e furnizon ose që e mbar. Po ta shohim se thanë shoqërinë tonë se nuk mundet media të jetë një segment i shkputur për asaj çfarë jeton shoqëria shqiptare, edhe që në fund apo e quajmë elita politike, kulturore dhe financiare shqiptare. Eksakt. Nuk mund të jetë, pra presim të kemi një media, se thonë, të pa kapur, edhe ke një shtet të kapur, edhe një shoqëri, si më thonë, si gjithë sistemi. Domethënë nuk mundet një sistem i brenda një sistemi të kalojë të avancojë në përkrishmërinë e tij ndryshe nga të tjerët. Bile unë kam një batutë, nuk ka pse të jetë për shembull e bin qafë këtë tash. Akademizmi më mirë edhe se sa një që punon në servis aty. Po e njëjta simptom të shkojë sik pa i rënë qafë. Edhe ai është profesionizëm edhe ky është profesionizëm. Nuk mundet se thënë një segment të jetë ka shumë pararojë. Të jetë pararojë edhe të shkuar. Eksakt. Do të jetë pjesë e shoqërisë. Aq më tepër që përgjithsisht një shoqëri e udhëheqin elitat. Pra, popujt pak a shumë janë kam paktën kjo është mendimi im që popujt janë gjithë njësoj. Elitat janë ato që bëjnë ndryshimin prej një vend dhe një vend tjetër. Eksakt. Elitat politike, kulturore dhe financiare. Por tek ne, si më thonë, nganjëherë, sidomos ajo politike dhe financiare, janë, se thonë, jo që nuk përfaqësojnë pjesën më të mirë shoqërisë, por përpiqen janë me marrëveshjet e shoqërisë. Po, përfaqësojnë veseve të ekstrem par excellence të veseve të shoqërisë. Eksakt.Ërzen, ajo çështja e madhe e ditës është çështja SPAK Balluku. Po bëj një ndërhyjje që pastaj të lej ty që nuk është opinion ky imi, se do kemi rast të flasim më vonë, të jap edhe unë opinionin tim, por problemi është që një pjesë e njerëzve nuk e kanë kuptuar akoma mirë, besimin tim, kredon time, çdo të thotë një magjistraturë speciale, një ndërtim special. Praktikisht SPAK-u, BKH-ja dhe GKK-ja janë ndërtime speciale. Në momentin që është speciale, nuk duhet të jetë e përhershme, duhet të jetë e përkohshme. Megjithatë, ne kemi nevojë për këtë specialen. Tash problemi është se njerëzit nuk kanë kuptuar. Normalisht, jo e gjithë shoqëria, çdo të thotë magjistraturë, janë në një ndërtesë dhe marrin vendime të mbyllura në një cirkuit të mbyllur, hetimi, akuza dhe gjykata. Dhe këtu kemi edhe atë të pakuptueshmen. Kujtohet se edhe thuhet drejtësia. Drejtësia është edhe ke prokuroria normale, drejtësia është ke prokurorit poshtë, gjithkusht do të miran qafës kërkuj. Në këtë pikë kemi edhe veprimin e fundit. Një veprim i cili në fillim ishte me kërkesën për pezullim edhe heqjen e pasaportës, pastaj ankesën për rolin kushtetues të secilit përfshi edhe kryeministrin, vendimin e kushtetuesës që pezullimi nuk do të vazhdojnë, po do të dalë edhe deri në janar në sistem themeli për pikërisht rolet edhe jo për akuzën si akuzë për individin. Dhe njëkohësisht 2 ditë para se të largohet plotësisht nga funksioni i kryprokurorit, dhe ajo që në fakt sipas meje duhet bënte të parën, kërkesën direkte për heqjen e imunitetit. Më jep mendimin jo kaq ligjor, se ne në të dy nuk kemi pjesë, por opinionin të... Ajo çfarë mundohemi të gjykojmë është se në pozicionin e qytetarit zakonshëm, se si përjeton në ngjarjet. Ose qytetarit më të kultivuar, atij që del në publik. Ajo çfarë të bën përshtypje është pikërisht lëvizja e fundit, normal, e SPAK-ut, e cila është më logjikshmja, pa t'i kërkoj Komisionit Mandatave të Parlamentit heqja mandatit. Që du ta bënte që në fillim, fakt. Sepse shumë kush të paktën edhe kam parë, edhe juristë kanë mbetur të befasuar
prej kërkesës për pezullimin e zëvendës kryeministës. Shumë kush ka pyetur, madje mjaft prej kolegëve tanë gazetar janë drejtuar më një herë juristave se thonë që do të thotë pezullim i një zëvendës kryeministri. Edhe i ministri, po them. Po në kuptimin Sa ishte posti më i lartë. Po posti më i lartë, pra sepse në fund fundit, se thonë ti pezullon një zëvendës kryeministës ose ministrin e infrastrukturës, pikërisht është një masë e cila të paktën nuk e kam ndeshur ndonjë situatë tjetër. Dhe ajo që tashmë se vjen se dhanë natyrshëm si pyetje. Pse nuk u marrë që në fillim? Pra përderisa ti duhet të kesh, padyshim duhet të kesh prova të forta. Nuk ka rëndësi nëse ke shtuar edhe 7 tjera, edhe me ato që kishe. Po, me ato që kishe, se thonë pra, mjafton ti kërkosh pikërisht parlamentit. Ka mendime që, se thonë, duke pasur një lloj droje, që mos dohen edhe një herë skema siç doli me Sajmir Tahirin, pra që parlamenti zgjati, megjithatë aty s'kemi pasur spakun. Por gjykat normale. Pra, ndoshta se thonë logjika thotë se edhe spaku ka filluar të bëj pak politik. Këtu është problemi i madh. Ky është problemi i madh. Sepse nxjerrja, pra çfarë ka ndodhur? Po t'i bëjmë një lloj kronologjie. Është kërkuar, se thonë, pra, paktën gjithnjë them për mua, se thonë qytetarë që jeton në Shkodër. Qartë. Pezullimi i Belinda Ballukut prej gjykatës ka ardhur si thonë kështu si një shkrepje, pra ka qenë një lem i befasishëm, pavarësisht se shpeshherë është përfol, se thonë ka qenë një prej atyre protagonistëve, sidomos akuzat e opozitës, por se thonë pezullimi, pra ka treguar peshën e rënd të dosjes saj në SPAK. Qartë. Dhe është zhvilluar një periudhë me debatet të dalin e Ramës disa herë. Janë, se thonë, ose mund të themi galvanizimi i akuzave të opozitës, është opinioni qytetar është përqendruar pikërisht në një situatë tillë dhe po ashtu është furnizuar në mënyrë periodike me elementet e dosjes, pra prej përgjimeve me Evis Berberin, pra kemi parasysh. Po, kanë dalë, kanë rrjedhur edhe pjesë e dosjes. Po, shpeshherë, pra, është furnizuar media në mënyrë se thonë të rregullt, pra nuk ka pasur ndonjë ditë që të mos ketë pas ndonjë lem. Qartë. Them, më se kjo është një prej strategjive në thojza politike të SPAK-ut, sepse për ta vënë Komisionin e Mandateve para një situate pak panatyrshme. Është tjetër ti drejtosh edhe me një herë. Po kjo është bësh politik pastaj. Po, bësh politik dhe në fund fundit se thonë e ka vënë një lloj mënyre, ta vëmë pak veten se thonë në pozicionin e mbështetësve të mazhorancës ose deputetëve të Partisë Socialiste në këtë komision. Qartë. Sa të vështirë e kanë për të refuzuar tashmë, se thonë, nëse do të ishte më një herë kërkesa në parlament për heqjen e mandatit, pra do të mund të përgatite opinioni publik ose që të prisë dhe refuzimin e, pra mund të duke diçka e natyrshme. Kurse tashmë se që janë bërë gati një muaj kohë. Gati justifikohet që jo duhet t'jepin leje. Po tashmë se thonë, pothuajse kanë kriju një situatë shumë të vështirë, madje edhe për vetë gjykatën kushtetuese, po të shohësh jo vetëm titujt e portaleve, por pjesa më e madhe e analizave shpreh që pikërisht gjykata kushtetuese është segmenti i fundit i kapur nga Rama, në këtë mënyrë i kanë dhënë një lloj ngjyrimi të kapjes politike edhe vetë gjykatës kushtetuese. Pra dhe vetë gjykata kushtetuese ka shtyr, po ta vëmë re, thotë me 22 janar ka për të qenë, se thonë, ajo zbardhja e plot e vendimit e arsyetimi i plot, pra sepse ajo ndim peshën. Qartë. Sado të mendojmë ose sado që themi që Rama i kanë gjep gjitha spyesin masë për opinionin publik, por dash pa dash, se
opinioni tashmë është mbars. Normal. Dhe kështu që parlamenti këtë radhë duhet të ketë shumë të vështirë për të mos ja hequr mandatin zonjës Balluku. Po unë kam edhe një lloj ide të tillë dhe më ndigjo tash. Unë prita që në momentin që ata e thirrën Belinda Ballukun, kur ajo dilte jashtë, ja kanë bërë gjithë akuzat penale. Për efekt që mos të vënohesh letrat, kishte me vete dhe letrën që t'ia dorëzonte kryetarit të kuvendit për kërkesën për arrestimin e saj. Kur doli pezullimi, thash këta po bëjnë politikë. Edhe një pjesë e arsyetimit është kjo që po thoni ju tash. Po kjo ka pasoja të mëdha i dashur kolegë. Ka pasoja të mëdha sepse kështu ka degraduar edhe çështja në kohën e Manipulitit. Në kohën e D'Ambrosios, Borrelit, Di Pietros edhe... që besi kam përshtypjen që një shembull kemi edhe në Kosovë. Po, është në gjykatën speciale. Pra ata që bënë në gjykatën speciale, ata janë që e pësojnë edhe pothuajse kanë... E pësojnë të gjithë, sepse pikërisht është speciale. Po, sepse kanë një, të thanë, po bëhet një kohë relativisht e gjatë për një proces normal gjyqësor. Eksakt. Aq më tepër për çështje të cilat në të vërtet nuk po ka as dëshmitar, edhe diskutimi pikërisht këtu është. Mirë po duhet me mësu nga e dikurshme. Edhe nga popujt që janë sigurisht në mënyrë civile më të zhvilluar se sa ne. Patjetër. Pavarësisht me problematikat e tyre. Kur ti do të losh me politikën, është e sigurt që do humësh përpara politikës, se politika do t'i marrë masat dikur. Mbase ti merr popullin me vete ose një pjesë të jakobinizmit të popullit me vete, ose populizmin mund të marrësh me vete. Ti vrasin, ti presin kokat, ta dënojnë si na ka vjedhur paratë, kjo është populizëm. Nuk i zgjidh fatet populizmi, se pastaj kur e vën popullin për në çështje ai nuk del më. Tash problemi që ndron këtu. Kur provokon në mënyrë të tillë, merr edhe përgjigje të tilla. Domethënë, ideja ime, po vazhdoj sentencën, ishte që do t'i jepshin letrën e thoshën, shiko, kësaj zonjës ne do t'ja heqim imunitetin. Po ju kërkojmë që të heqim imunitetin kësaj, mos të ketë imunitet. Dhe tash s'kan për t'ja hequr më imunitetin, sepse edhe Partia Socialiste, edhe Edi Rama mund ta shkarkojë atë, po imunitetin nuk ja heq. Kanë për të sjellë politikisht me këta, me thanë, nëse ju na provokoni kështu politikisht, edhe ne po luajmë politikisht. Në fundit, edhe Rama, edhe Partia Socialiste, edhe majoranca, bile edhe Sali Berisha, bashkë me tjerë, për të luajtur politikisht janë aty, nuk janë për të luajtur penalisht. Nëse shkon një drejtues opozite përpara Spakut, edhe ju thot aty në jeni të mafjes, jeni të Ramës, ju jeni kështu, këti, pikërisht Dumanit, qatë keqe ka që të losi edhe Rama politikisht me këta. Ti thot qiko qa keni ardhë. Dhe pastaj doli edhe ajo puna e pezullimit, i cili ishte një gafe jashtëzakonshme, ishte blofi jashtëzakonshëm, nuk pezullon drejtësia, s'pezullon Spaku, s'pezullon kur gjë. Ai kërkon heqjen e imunitetit. Ata e dinë që kjo zonja ka 2 imunitete, po një po themi themelor që është deputetja. A ja heqin dot me forcë? Nuk ja heqin dot. Se po pezullon, domethënë i thu Ramës do ta shkarkosh ti apo nuk do ta shkarkosh ti. Nuk du ta shkarkoj atë, se kështu e kam unë. Tjerët thonë pra se implikuar, s'është implikuar, çfarë si ka, i bën politik. Në këtë pikë, shef që kjo fillimi i lojës politike nga ana e Spakut, e sidomos nga ai më i suksesshëm i Spakut, po themi, nga zoti Dumani, është edhe një nga proceset e rrezikshme të drejtësisë në Shqipëri, është një proces i cili pastaj provokon politikën edhe po e provokove politikën në Olsin Itali, që fillojnë ja heqin pendët një nga një. Mbase rrëzon një republikë, po nuk përgatit mirë për republikën tjetër. Mbase hek tjeglat e korrupsionit, po nuk hek themelet e korrupsionit. E ke një ide të tillë ose një element të tillë, apo po tregohem shumë jakobinistun me kuptimin e mirë të fjalës. Në fakt, unë shoh si Spaku jo kaq të pavarur. Në shoh me tepër si pjesë e establishmentit. E të përgjithshme të establishmentit. E kam qartë. Normal. Aq më tepër që zoti Dumani, se dhanë tashma dorëzoi mandatin edhe mori zoti Braho, por dhe nuk pritet. Si prokuror mund të vazhdojë normalisht punë vetë. Padyshim, por nuk është drejtuesi. Prokurori që është se e vijon atë. Por ajo çfarë, se thanë, të paktën në këndvështrimin tim ngjan, është se Rama ka një lloj ngjashmërie të sjellur, se thanë, si në rastin e Veliaj.
fraza fundit që pati në lidhje me pra gjithnjë. Ne do ta mbrojmë, se thënë, atë çfarë kemi bërë, se thënë, drejtsinë e re, reformën drejtësisë që shkojmë. Në të paktën duket gjithnjë tregon atë pezmatimin, pra përgjithsisht po them aktron një lloj mënyre, jo në sensin e pejorativ, por si më thënë, e vën rolin e atij që është shumë i prekur, por në fund mban linjën që ne do mbrojmë, që ne do të vijojmë. Dhe nganjëherë të shkon mendja, se thënë, sa mund ta dëmtojnë. Qartë. Sa mund ta dëmtojnë Ramën, për shembull, arrestimi i zonës Balluku, heqja mandatit edhe. Sigurisht, po në të vërtetë që tani është ka edhe një presion, mund ta quaj presion publik, por edhe një lloj, se thënë, vëzhgimit prej nërkombëtarëve. Zgjedhja e drejtuesve të SPAK-ut edhe pra, ajo prania e madhe e diplomatëve të huaj, sidomos, se thënë, denduria e diplomatëve amerikanë, sepse ambasador nuk ka. Në procesin e zgjedhjes prap, se thënë, e ka atë peshën, jo si në fillim, por disi më të pakt, por vazhdon të jetë, se thënë, vazhdon të jetë e fortë edhe e pranishme, pra që ata duan ta mbajnë sërish bashkëautorsinë. Unë nuk besoj shumë në mbështetjen e amerikanëve në motomo si me administratën Biden. Jo, po në kohët e fundit ata kanë shumë duan kontrollin, sigurisht, por shoh një ndërhyrje, një shtim të evropianëve në këtë drejtim. Sigurisht i marrin gjërat më. Po si çështje vazhdon. Po si çështje vazhdon. Pra, në këtë mes Erzen, them duke pa natyrën e Ramës, nuk unë jam i mendimit që nuk do t'i bëjnë ndonjë, do ta tregoj koha, po nuk besoj se do t'i bëj, do të vijoj, se thënë, të kam ngull edhe shiko, e gjithë ta ruaj Ballukun aq më tepër që se thënë, opinioni është kaq shumë i fryrë. Dhe e sidomos ngjarjet që ndodhen, kam parasysh atë rrugën Qukës Qafploq, shëmbjen e saj dhe apo problemet që shfaqi Unazare. Unë nuk besoj se Rama nikohet shumë nga opinioni. Unë personalisht. Bila se vën fare në listë. Është natyrë e tij. Ai është provokatori më i madh, jo me sensin e keq të fjalës. Po, është natyra. Po përshtypjen që gjitha këto i bën për të mbajtur gjithnjë. E mban gjithmonë pH-in lart. Tash problemi që ndron sipas meje, koleg, që ndron këtu ke raportin në një moment për shembull që edhe SPAK-u fillon e bën politikë. E SPAK-u, po i gjithë magistratura aty. Nuk është vetëm SPAK-u. Sepse ishte çështje politike, është edhe ajo që e përmend Rama, që shkojnë 3 vetë, dhe të gjithë kanë 26 vjeça, 25 vjeça, dhe duan që të futen ke zyra. Është çështje, domethënë, këto janë aktrime politike, dhe në momentin që fillojnë aktrohet në mënyrë politike, aty pastaj unë nuk besoj më. Aty unë dorëzohem, dal jashtë. Mirë po, kështu funksionon ke ne dhe ti ke drejt. Shoqëria kështu është edhe kështu do vazhdoj. Por edhe kam këtë tjetër bisedë, se në paktën për ajo frika e Republikës Prokurorëve, padyshim që është shumë më e pak tek ne. Ja, më e pak. Arsyeja kryesore është sepse asnjë prej pavarësisht edhe vetë Dumani ka marrë emër dhe bë protagonist më tepër prej pozicionit sesa prej artikulimit dhe lëvizjeve që ka bërë. Absolutisht. Po ta shohim përgjithsisht e ka marrë mi shpatullat e veta, një lloj mënyret edhe lavdin e punës prokurorëve, sepse në fund ai është paraqitur aty. Ai është shkurt muhabeti, Dumani është ekzibicionisti më i madh aty. Prandaj edhe ka marrë edhe deri diku besoj po dalin, pra nuk mund të jetë kurr Borsellinoja. Nuk mund të jetë kurr nuk mund të jetë as D'Ambrosio, shiko, ai ngjan Di Pietrës, i ngjan edhe në origjinë edhe në veprime. Por nuk është atë nivelin e tij, të duhet me thënë. Arrin të formuloj politik. Qartë, normalisht. Pra, po ta shohim, se thënë, me shumë respekt për figurën e tij. Por në ata pak prononcime që ka dhënë, shihet që pra, siç thuhet, më mirë është të hesht përpara publikut se sa të flas, sepse nuk mund të krijojë, se thënë, asnjë lloj lëvizje si problemi është i shtysës, edhe shtysa është në këtë pikë. Përpara dhe lojtarëve të mëdhej, shumë të mëdhej. Ne mund t'i shajmë gjithë ditën edhe mund të bëjmë opinione gjithë ditën
me Ramën edhe me Berishën, po ata meten lojtarët më të mëdhenj që kemi ne. Ne s'kemi lojtarë më të mëdhenj se sa. Gjithë tjerët janë lejthia para tyre. Tash në këtë mes po u fute midis këtyre gurëve si t'jenë bashkë ata. Shiko, Shqila dhe Karibda nuk janë bashkë. Ti tenton të kalosh midis tyre. Më kupton? Po, patjetër. Ato s'janë bashkë. Ne shpeshherë themi janë bashkë, me ato nuk janë bashkë, janë damë. Kur ti do të kalosh midis tyre, por shpeshherë harmonizojnë veprimet e njëri tjetrit dhe ti metesh si një varkë e thyer midis tyre. Odiseja i Meshëm provoi një plumb. Pap, me kalu, u hapën ose tentuan ta mbyllin, nuk e mbyllën, kaloi vetë me varkë. Kjo është historia. Në këtë mes, po fillove me bë politikë, do të vazhdosh politikën. Ideja është edhe ato që kanë dalë, e kam fjalën tash për Ballukën. Ballukja nuk më intereson fort, është procesi i saj, se sa më intereson ajo. Unë do t'ja kisha dhënë 100 ditën e parë nga Spaku atë mandatin. Edhe kisha thënë. Edhe tjetra, prapë edhe tani kam bërë edhe një shkrim tjetër e do t'japi Dorezhin. Jo për opinionin publik. Ai do t'japi Dorezhin sepse është bërë problem i madh i këtij vendi. Edhe problem i madh edhe për një njeri i cili është kapur në telefonata, se ndodhe ajo që sapo ke thënë ti, i nxorën të dhënat e saj. Që i thot kryeministit vet, i gjati palloshe kështu punësh, do të smeriton me kënd ministër. Po ta shohim, pra gjithë ato që janë përgatitur për këtë punë. Janë të cilat bëjnë efekt. Efektin. Je duke bërë politikë në këtë rast. Asnjë prej atyre nuk zbulon ndonjë. Asgjë zbulon. Bile ajo e thana e saj nuk merret fare parasysh nga politika. Asnjë prej atyre nuk janë prova, po problemi është që se thanë mbars opinionin publik. Opinioni publik është ai i cili çfarë thu do të ndodhi me janarin e këtyre ditëve në periudhën embrionale ose si më thanë të pjekjes zënies vezëve në kuvend edhe në gjykatën kushtetuese. Çfarë presupozon ti të bëjë edhe Rama? Unë mendoj se që asnjë prej personazheve që ka rreth vetes për Ramën nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, pra janë pak a shumë personazhe të cilat ai vetë i ka sigurisht investuar, i ka quar në një nivel të tillë dhe përfshi edhe këtë po edhe Zoën Balluku, edhe ndoshta se thënë, pra duke parë edhe rëndësinë që po merr çështja, them që do ta lëshoj, pra do t'ja jap drejtësisë. Ky është pak të mendimi im. Edhe kështu mendon, domethënë që ata do votojnë që të arrestohet. Do të votojnë që ti jo të arrestohet, Po për çfarë? Po dy, është tjetër ti të lënë drejtësinë, se thënë, të flas. Po. Edhe është tjetër. Jo, ata nëse votojnë për mos ta mbrojtur, për të lëshuar imunitetin e saj, ajo arrestohet të nesërme. Përderisa ju thoni që ata do votojnë apo nuk do votojnë? Një pjesë. Jap një mendim, po sikur të ndodhi ky fenomen i kështu që ata do të votojnë për ta mbrojtur edhe Edi Rama ta shkarkojë. Ata do bëjnë pezullimin. Mund të ndodhe ky fenomen, por kush e ndalon? Gjithë ndori ka. Mund të ndodhe ky fenomen çfarë zgjedh me këtë? Se thënë, asnjë më tepër se sa nuk janë ndonjë politikan që kujdeset se thënë prap, të paktën edhe për lëvizjet e mëvonshme se sa Rama, po gjithnjë duke mbrojtur veten. E ka treguar në shumë raste, pra është dukur sikur nëse bjen Sajmir Tahiri do të bie edhe Rama pas tij. Ja, nuk mund të ndodhen as me Ballukën nuk ndodhe punë. Paktën kështu është imagjinuar. Me është kështu e përgatisin terrenin, si më thon portale, gazetare. Është menduar që me rënien e Erion Velis, pra do ikë edhe Rama. Pa rezultatin e dje po thoshin ka edhe Zonja Balluku ka edhe regjistrime bile, ka edhe kështu, domethënë për treguar që shikoj, ajo mundi nxjerrë merr dhe Ramën. Thonë që i ka thënë zyrë që shikoj se po ika unë do ikesh edhe ti. Po janë gjitha fantazmagori se nuk ndodhin. Po edhe nëse janë të vërteta, edhe nëse janë të vërteta. Eksakt. Një lloj mënyre besoj që Rama më shumë problem ka imazhin e tij se sa qartë. Atë entourazhin që e ministrave, sepse e ka treguar krejt qartë që për çfarë do lloj ndrimi që bën qeverit, paktën në këto 8 vitet e fundit. Askush nuk prononcohet, pra nuk i ka shuar pothuajse komplet zërat brenda partisë socialiste. Dhe kështu që po nëse Edi Rama do ta lëshoj, besoj që edhe deputetët e Partisë Socialiste me ndonjë pak përjashtim të deputetëve të qarkut të firit, të cilët janë produkt
i punës. Je i sigurt që një pjesë e madhe e deputetëve do votojnë aty me urdhër për ta lëshuar? Patjetër. Parlamenti shqiptar prej legjislaturës në legjislaturë tregon që zërat e pavarur janë pothuajse inekzistente. Pra, po ta vëmë re për projekt ligje shumë diskutueshme, ku gjithsecili mund të mbronte një lloj. Nëse kjo është diçka e rëndësishme për ta. Kjo është diçka, nuk është çështje vetëm imazhi, është edhe çështje strukture. Praktikisht duket sikur Sali Berisha, kur themi Berisha, nënkumtojmë PD-ja dhe kur themi PD-ja, nënkumtoj Berishën, po Berisha e ka të shkatruar PD-n, po bisedojmë më vonë. Praktikisht është e vërtetë që kur themi Rama, themi PS-ja. Dhe kur themi PS-ja është edhe Rama incorporato. Më kemi të bëjmë diçka tjetër. PS-ja tashmë ka kaluar komplet, si më thanë, një fazë transcendente pa dukshme. Qartë. Tashmë është rilinja. Patjetër. Rilinja është pothuajse s'është çudi që bëhet një lloj kongresi dhe nuk duam ta quajmë më Partia Socialiste. Në fakt kote quajnë Partia Socialiste sepse ka shumë pak socialiste. Aq shumë e ka transformuar. Normal. Aq shumë e ka transformuar. Edhe kjo është merita e Ramës. Është merita dhe socialistëve, po është merita e Ramës. Nuk do ta quajmë, paktën në syrin tim, shumë është ndeshme ka qenë Partia Socialiste në periudhën. Jo, nuk ishte kjo pyetje. E kujt është merita thamë? Jo, po dyshim e Ramës. Pastaj, nëse kemi fjalë për demokraci gati athiniote, është Partia Socialiste e Fatosnanës. Po, nuk vinte kur pushtet. Mirë, dakord, por është të paktën kishte demokracinë e brendshme, dakord. Jo vetëm demokracinë e brendshme, po të paktën ka pasur statute, zbatime statutesh një farë mënyre, e kupton. Po mësoj edhe të vjedhej pak edhe doganat, kishte edhe këto gjëra. Patjetër, por e kam fjalën tek të kujtojmë pak se çfarë mkatit kanë përballë shqiptarëve Rama, por edhe Berisha. E kanë zhveshur komplet klasën politike prej po i them potencialeve njerëzore. Po pse i kanë vetëm ato mëkatet, pse nuk pat ka edhe shoqëria shqiptare kërkon. Siguri kruhet kësaj më duket, pa e përdori këtë lloj fjalë. Që këto janë apo këta mbizotrojnë edhe. Këto janë ato të cilët se thanë Kosicit, s'kan lënë asnjë. Për shembull, edhe sot e kësaj dite, i lexoj me shumë kënaqësi, pavarësisht se jam më tepër simpatizant i një krahi tjetër, por analizat e Arben Malaj. Po, pëlqen ajo periudhë. Po jo, vazhdon, janë potenciale njerëzore, se thonë. Funksiononte ajo periudhë? Po. Ajo u bë e rrezikshme dhe ajo periudhë u bë e rrezikshme për nga paqëndrueshmëria, nga mungesa e stabilitetit. Do thosh ti tash ja jemi për stabilokraci. Po stabilokraci, po bëhet edhe ajo shumë e rrezikshme pastaj. Çfarë zgjidhet edhe, më tregon se çfarë zgjidhet edhe ajo periudhë kohë. Erzen, këtu është e keqja e relativizuar në mënyrë kaq shumë. Dakord, por kam përshtypjen se po të mendosh çfarë ka ndodhur brenda një jave. Qartë, normale. I jep drejt gjithë atyre që ikin nga ky vend. Po, kaq shumë është deformuar dhe kaq shumë është. Është e vërtetë që është e deformuar, po është pjesë e demokracisë kjo. Edhe ky diskurs që po bëhet, është pjesë e demokracisë. Sepse kjo është pyetja që mund bëhet. Është pjesë e demokracisë. Në qoftë se nuk do të ishte pjesë e demokracisë, jam dakord edhe unë me ty më së me, edhe kështu do dilnin njerëzit në shes si në Bullgari. Por këto e kanë çu punën deri në këtë pikë. Prandaj po them që nuk duhet me lujt politikisht. Njerëzit do të jenë edhe parimor, por këto mungon parimi. Praktikisht, Erzen, aty ku ka dhe parime, aty ka dhe kallabllek, po tjetër, po. Sepse kështu funksionon. Një vend që s'ka parime dhe luhet në mënyrë të tillë, dhe që nuk mund të jetë faji dy individëve. Nuk është se unë nuk ta respektoj analizën. Jo e respektoj, po jam shumë pro saj, kupton, në këtë mes, po kemi edhe një shoqëri që sigurisht jo vetëm ja ka qefit sillet kështu, por shtrëngohet pas edhe në ekstremet e dy skajt e një litari, thot Migjeni, edhe pastaj nuk gjen as ekuilibrin e dur mendor. Ndërsa në Bullgari nuk ka ndodhur ky fenomen. Edhe nuk ka dalë as partia aty. Edhe në Rumani nuk ka dalë as partia. Edhe në Greqi nuk del as partia, pavarësisht se ai kishin drejt apo s'kishin drejt. Nuk del as partia mrapa. Bile gati jam të pranoj që nuk të del as në Beograd partia mrapa. Janë insignifikante partitë. Po ka parime.
Ajo shoqëri ndjek parimet. Këtu ndjekin leadershipin. Vjen keq që e them këtë gjë, por atëherë çfarë faj do t'i vej unë Sali Berisha s'ka shumë edhe Edi Ramës, kur është një shoqëri e tillë e deformuar deri në këtë pikë që ke fjalën ti, që nuk mund ta deformojnë dy njerëz, ka simptomat vet dhe që sillet në mënyrë të tillë. Ndoshta kjo është shumë e egër nga ana ime, e thon, por gjithsesi nuk besoj që, se thënë, ndryshimi vjen nga poshtë. Gjithmonë do vi nga lart. Jam binem për këtë. Gjithmonë ato të cilët marrin pjesa e litokracisë, eksakt. Se në fund fundit me të vërtet ne kemi pasur një fatkeqësi të madhe që kemi pasur një valvul hap. Pra, kuptimin valvulën e shfrytëzimit duke ikur. Normal. Dhe për këtë arsye, si më thënë, jemi edhe në një situatë që problemi më i madh po kthehet gradualisht problemi demografik. Normal. Por gjithsesi, them, peshën e këtij tranzicioni të rrëzgjatur. Dhe peshën e, po them, e mkatit në kuptimin aty ku jemi karandisur, pra mungesën e moralit. Sepse në fund po të them, po bëj një pyetje hipotetike. Sikur këtë diel, pra pas nesër të kemi zgjedhjet në këtë vend. Këtë do të votoni qytetarët shqiptarë. Pra ata të cilët nuk janë, se thanë, simpatizant apo që nuk janë të lidhur drejt për drejt me rrogën apo me strukturën. Këtë do votonin, çfarë alternative kanë? Këtë do votonin. Këta do jenë. Imagjinojmë pra sepse s'ka parim, s'ka ideal, s'ka moral këtë betim. Për të po shikoja. Ja dhe s'po del për të votuar. Po shikoja një sondazh, një matje të AMA-s të disa muajve më përpara. Qartë. Edhe që dy janë kanalet më pak të shikuara prej shqiptarëve. Të Shqip, pra që filma Shqip, edhe RTS Kuvend. Në qoftë se për të parën kanë një lloj, pra janë një cilësi e krejt dopt, edhe janë gjatë të cilat pjesa më e madhe e tyre ka kaluar krejtësisht koha, nuk ke çfarë ndjekësh tek pjesa tjetër, ëh? Kuvendet del gjëra që dalin batutat në përgjigje televizionet. Po, përveç se përplasjes, si më thanë, çfarë kjo batute politike kemi vjet që nuk kemi. Edhe kjo filmave shqiptar shohin shumë. Edhe bile ka jo vetëm nostalgjik që e bëjnë, me thënë drejtën Erzen, por kuvendi nuk ka nevojë se janë gjithë televizionet kombëtare edhe televizionet e rretheve dhe njëkohësisht edhe portalet që të nxjerrin batutat edhe grindjet e tyre, çfarë nevojë kanë të shohin aty. Në këtë mes ajo që po mundova me të kundërshtu, po jo të kundërshtoj ty. Po, në kuptimin po. Të bëjnë debatin më tepër filozofik se sa politik. Kjo nuk është politik që po bëj tash. Më tepër po mundohem që të jem filozofik në këtë lloj, të iki mitit. Themi që kemi shku deri në këtë gradë të dekompozimit politik dhe filozofik të shoqërisë sonë, sa ka humbur ekuilibri. Nuk e di si ta shpjegoj tash. Një bujku ose një fermer dhe kisha shpjegu në këtë lloj formet. Domatja mulllatarta është me kërcjelljen e saj shumë dobët e frutin shumë të madh, nuk e man dot veten. Do të shtrihesh për tokë, ndërkohë do kalbesh. Çka ka nevojë ajo? Ka nevojë një ne shkopin kështu e kemi. O do na dhurojnë të tjerë, do ta ndërtojmë vetë, po ky është shkopi jo, ndryshe nuk qëndrojmë dot në të parimet tona, s'kemi kërcyll në këtë drejtim. Më vjen keq që e them, por ka shumë shoqëri që kanë disa faza të tyre që janë kështu. Normal, patjetër, çdo të Huntingtoni, se mund të implementohet demokracia në një shoqëri që s'ka pasur paktën një segment saj historik. Një minimum. Si mund të bëhemi ne, të krenojemi ne për drejtësinë, ata shumë bëjnë, ta kemi kaq përkohur kur s'kemi pas drejtësi kurrë asnjëherë, asnjëherë. Edhe periudha e zogut, që është periudha po themi më e pavarur e jona, ka problemet e saj. Makar të blerjes edhe të imponimit të drejtësisë. Jo më periudha e 45 Arani Çelës edhe deri ke pra as periudha e sotme. Pastaj sa po thej gjë interesante të tranzicionit. Mi po këtu në televizion edhe në kinematografi, ku duhet tranzicion është një sekond është maksimumi. Është një periudhë shumë e shkurtë e lidhjes të dy pamjeve të ndryshme. Ky nuk është tranzicioni, ky është post. Edhe unë e kam rash shkurt i kam thënë post-komunizëm. Domethënë ne
Po është termi më i saktë. Më i saktë për këtë punë. Ne tentojmë shesim mend për demokracinë, ndërkohë kemi 1000 vese të asaj periudhe kohë që i marrim zvarë, është postkomunizëm. Më i saktë se sa ta quash të tranzicion pa kuptim, pa hibride, çfarë hibride? Ne kemi një ardhje, ne kemi, pastaj ne po mohojmë, duke thënë tranzicion, ne po mohojmë nga kemi ardhur. Ne kemi një ADN nga kemi ardhur. ADN tonë janë një pjesë e monarkisë, diktatura, fashizëm e kompani dhe komunizëm. Pra, çfarë tranzicioni të shky? Tranzicioni në televizion. Për ata që na udhëheqin dy protagonistët kryesorë. Protagonistët janë bëjnë fundin e kësaj periudhe, vulin e kësaj pune. Jemi të qartë. Çfarë kemi ke Partia Demokratike, foltoret e sotme, Salinjani, debatet që kanë, kemi rritje të demokracisë kështu? Çfarë kemi? Ajo çfarë demokracia, sigurisht, mund të jetë jashtë demokracisë. Paktën në atë formalitetin ton, demokracia quajmë. Sepse siç e quajmë vetin demokraci, edhe si shtet demokratik e tillë mund të quhet edhe situata brenda Partisë Demokratike. Por duket si një lëvizje, në gjykimin tim duket si një lëvizje sforcuar. Sforcuar s'parit sepse vjen për disa personazheve të cilët në një lloj mënyre nuk është se nuk kanë marrë nga PD-ja atë çfarë kanë dalë. Janë protagonistat të cilët nuk është se kanë tërhequr PD-n. Pra, aq më tepër që kemi fjalën për Salinjanin. Salinjani normalisht mund të quhet në thojza një lloj herojt brenda PD-s. Ka bë burgun e partisë. Kështu kanë thënë. Për të mbrojtur. Për të mbrojtur, normal. Por ky kërcimi aq më tepër që deri pak çaste më përpara, pra kur them deri pak çaste më përpara, do të thënë deri disa javë më përpara, nuk kishim ndonjë prononcim paktën të hapur. Duhet vinë disi natyrshëm. Normal. Duhet vinë paktën që pas zgjedhjeve, se thanë, ka pas jo pak zëra të cilët kanë kërkuar të bëhen, se thanë, bëhet një lloj analize, paktën shihen problemet që patën zgjedhjet, fillohen të gjykohen mbi statutin e Partisë Demokratike, se thanë, a duhet vazhdoj kryetari të jetë, si duhet mbajtur një qëndrim, se thanë, pak më korrekt me antarësinë. Kemi parasysh debatet me antarësinë të Flamur Nokës me atë simpatizantët që u mbush rrjeti me të. Dhe të vinë krejt papritma, si më thanë, gati në gjykimin tim, gati si një lloj komardaret për çështje tjera, për çështjen e zonjës Balluku, apo edhe për, se thanë, avokatin e popullit që i dha një lloj po quajmë një lloj busi, një lloj shtytjet, padyshim që thënë të lënë një shije jo fort mirë. Pra nuk është thjesht një hapje, një mendim ndryshe. Edhe ajo çfarë të paktën mua më zhgënjen është se këtë periudhë kemi pasur disa të ri, të cilët janë treguar në formën e tyre ose në politikën e tyre më të këqij se sa të vjetrit. Po të shohim, deri një muaj më përpara, Endri Shabani ka qenë njeriu antisistem. Normal. Me nismë thurja. Dhe ka qenë një prej atyre lëvizjeve që ka të paktën dikush ka pas shpresë, marrja 60.000 votave nuk është diçka e vogël. Paktën 60.000 veti kanë besuar që kemi nevojë për një frym të re. Normal. Dhe ai që në studio e thote, se thanë, ti duhet të jesh i pari që të largohesh, ti thonë të Sali Berishës, nuk ka asnjë, se thanë, nuk do të bëjmë kur asnjë kompromis me Ramën, do të jemi, se thanë, jemi kundër politikës vjetër, dhe bëhet, se thanë, loja, ose arrin të votohet për i mazhorancës me firmat, pavarësisht se në pas një pjesë me firmat e opozitës, pra të regon që i bë pjesë, jo vetëm pjesë, po i bërë në pjesët më pa moralshme këtij establishmentit që deri një muaj më përpara ngrihej zënë dhe ishte ndër po themi mbaj qëndrimet më opozitare ndaj tyre. Edhe tek Salinjani, po ta vëmë re në format.
kopja e foltoreve të Sali Berishës. Pra mund të quash foltore 1, foltore 2. Me Sali fillojnë të dy, po Jo, dakord, por nuk përfundojnë. Normal. shohim që s'm kishte shkuar mendja edhe tek ngjashmëria tek Se shiko, njerëzit e kuptojnë, si nuk kuptojnë Enver Hoxha bashk, kuptojnë dhe Sali Berisha bashk, edhe Salinjani bashk, edhe Del Sali. Pak dhe këtë jo, dakord, por në këtë vështrim ajo çfarë dua të them është shumë kujt i ngjan si të jetë foltore numër 2. Po, normal. Jo, nuk ka një shpike tjetër. 2 vite më përpara kishim Berisha kundër Bashës, tashmë kemi Salinjani kundër Berishës. Që edhe kjo kundër nuk është një kush e di çfarë, pa hajt. Po jo, kundër në kuptimin si modele, si modele edhe si argumentim politik. Qartë, normalisht. Po, se dhanë ndjes për atë terën, po duket sikur kemi edhe këto që duhen shkputet si do t'i quajë kopilat e Berishës. Jo, në kuptimin e Ja, po ashtu është. Të ngjashmërisë, Nëse do me zëvendësuat fjalën kopil me pupil, i del përmajtja. Janë, si më thonë, pupilet e tyne. Në frëngisht do me thonë një qirak i tyne, i dashur mirë. I bëra një lloj kopjimi të një termi që një gazetari rus quante, se thanë, median që doli pas periudhës përmbysjes së sistemit sovjetik, sepse nuk mund të themi komunist, po sovjetik. Po, sovjetik, sigurisht. Gjithë mediat jemi, se thanë, kopilat e Radio Moskës, në kuptimin që kemi dalë prej tyne, por një lloj mënyre adin pra, dash pa dash nuk I pështojmë ndikimit dukshëm të asaj çfarë ka qenë. Edhe në këtë politikë, edhe në Partinë Demokratike, këtë desha të them. Nuk kemi një frym të re. Ne mbajmë mend, se thanë, padyshim ka qenë komplet diçka tjetër, lëvizje për mendimin ndryshe. Qartë. Por edhe lëvizje që kanë pas Genspolloja, pra kishin një lloj parimi brenda për brenda. Ka pas një lloj ulan parimet. Jo vetëm një lloj parimi. Mas 2013 s'ka parime. Jo vetëm një lloj parimi, po ka pas edhe një lloj, se thënë, pra edhe pra tek parimet një lloj morali politik. Ka pas një lloj arsyetimit shumë I prishën edhe moralet I degraduar në këtë drejtim se kur fillon prap edhe kthehesh ose rikthehesh edhe man qëndrime, nuk e di se çfarë morali të shky. Shiko, di çam ke kujtu? Kemi një klasë politike në gjitha krahët të korruptuar deri në kapilar. Pa. Endemike. Korrupsioni është endemik. Jo, në kuptimin korrupsion pra rishvetin, Jo. Po të korruptum. Jo, korruptum pa pyetur fare për Po përdorim se korrupt në kuptimin e deformimit. E deformimit, eksakt. Jo, e korruptume mund quhet sepse nëse ty të mungon parimi politik, nëse ti ngatron krahat, nëse ti bindesh që mos kesh asnjë lloj morali politik I korruptumje. Shiko, di çfarë po kujton. Edhe problemi që kemi përgjithsisht me të vërtetën. Atë se njohim fare. Kjo është problem shumë I madh. Absolutisht. Ti duhesh ta dëgjosh. Edhe të shohësh se të mendosh se ku do të dalë, se ha. Qartë, normalisht. Edhe për ka ka mesazhin edhe ku e ka ky? Shqiptar, po. Ajo pastaj edhe me vërteta futet tek personalja dhe bëhen lamshme njëra tjetrën, aty nuk merret vesh asgjë se ç'ndodh. Edhe kur ti drejtohesh që s'ke punë fare kritik me të, ai thotë kjo është personale me mua. Edhe nëse kritikohet një periferi e partisë time, ti ndërkohë e ke me mua. Kjo është jashtë këtë lloj koncepti. Kjo është pastaj shqiptarizëm që I jep të drejt vetes pastaj që po iki nga ky vend. Dhe kjo është ajo që desha të them përpara. Por më shkujtoi diçka shumë interesante I ditë. Po shikoja ke dokumentat e babës edhe u ktheva ke konferenca e Tiranës 1956, kur e kanë hangër, midis tyre ishte edhe baba jam. Kisha edhe kush katunë, 2 prej tyne. Njëri prej tyne gazetar. Ka hangër edhe baba Enkel Demit edhe Masar Bekteshi, hangërën gjithë ato. Një po ç'ndodhi. Me që filloi kulti I individit në Bashkimin Sovjetik, Enver Hoxha provokoi në konferencën e Tiranës, I kuadrot e Tiranës, kulmi I intelektualizmit, po themi, komunist I asaj kohe, po që kishte pak edhe me prejardhje nga e dikurshme, provokoi lirinë e të thënit. Dhe dolën gjithu çunë, nuk është kështu, rrogat, ankesat popull, fillu bje fjalla Radio Tirana me organizatën bazë partisë thotë, ç'ka kuptim thotë Enver Hoxha në Xhmija Hoxha. Hysni kapo, Vito kapo, ose printe ma kujtove të ti. Gjyshat.
Ballukja me ballukën, gjyshe që në fundit ai shpushkatu nga Enveri, e Sali Berisha i thot gjyshi jot. Nese. Qa ndodhe? Këta folën, Verogja i mori shënim, kush ishin emrat e tyne, edhe i shpalli Sorosian. Tash edhe këto lloj lëvizje se vereke e Ali Mehmeti. Dolin fillim, pastaj u zhduk se bëri takim me Berishën. Çfarë moralit? Unë kam qartë që edhe ke Partia Socialiste se ekziston pa ta në pushtet. Partia Socialiste duhet me e pa në opozitë se çfarë si sillet. Po jo në pushtet, se në pushtet i ka gjithë argumentat, levat edhe monopolat e luajtjes. Problemi është në opozitë. Ti nuk e mendon se është kështu edhe me zgjidhjet që bën Berisha kësaj radhe, sidomos me atë që thoshte do të përjashtojmë Sorosianët nga partia. Ka kuptim kjo punë tash i Sorosianët dhe ku diun ata që janë antiparti edhe ata që janë gati mu duken sikur nuk e di, a do nalet ndonjëherë kjo lloj filozofie. Opozita shqiptare ka një problem të madh. E padyshim një prej problemeve është besoj edhe vetë zoti Berisha. Opozita shqiptare ka një problem të madh sepse nuk po arrin të adresoj një lloj, mund të themi, një lloj zgjidhje ose të adresoj një lloj frymet si duhet ndaj qeverisë, po të shohësh, si thënë, mjafton me të shikosh javën e fundit. Ti sheh që drejtoresha Akshit bashkë me biznesmet, me zëvendës drejtorin e policisë. Por si ka funksionu, pra, edhe një segment kryesor i shtetit, pra aty ku bëhet, si thënë, qarkullimi kryesor. Pra, arrin policia që duhet mbrojt, kërcënon biznesmen që të mos marrin pjesë. Qartë. Pra, imagjinojmë se çfarë krizet është, ose çfarë probleme është të mëdha shfaq, dhe mos arrin opozita. Edhe se si top modele. Dhe mos arrin opozita të krijojë, pra, të paktën nuk po ve, pra nuk po dua të gjykoj, se thanë pse e bën Berisha këtë punë apo pse e bën PD-ja. Problemi është i qartë edhe i thjeshtë. Nuk po arrin gjej një zgjidhje, nuk po arrin të drejtoj, të paktën frymen normale qytetare, frymen popullore, se po quaj popullore në kuptimin e saj. Frymen popullore mund të jetë, po. Drejt, jo. Çfarë bëhet me demokratët e vërtet? Kujtojnë se do t'i zgjidhin problemet me militantët. Janë pak militantët. Me çfarë kujtojnë se ta zgjidhin problemin? Ore këtu janë nën midis rrugës demokratët. Ku janë demokratët? Sepse demokratët normalisht do të firojnë dita ditës. Sigurisht, patjetër. Përderisa bën cime pindarike prej një tek tjetri. Pra prej problemit të, po themi, korrupsionit, të kaluat tek problemi i drogës, prej drogës tek zgjedhjet, tek vjedhja e zgjedhjeve. Pra të kemi tek Sorosi. Gjitha këto. Edhe ma tepër me luftu me vetin, sa me kundërshtarin. Dhe mos arrish të kesh një lloj, se thanë, permanencë të paktën llogaritar. Qartë, normalisht, po. Prandaj përmenda pak më përpara, se thanë, me drejt dikush thonte që zgjedhja e Endri Shabanit, si avokati popullit, është një goditje jo për PD-n apo për, se thanë, për njerëz të cilët, por sepse ka treguar atë që po them, edhe prurjet e reja në politikën shqiptare janë prurje të korruptohen po aq kollaj. Të duket më mirë kolegu i Endri Shabanit me qira fjalë. Jo. Ai që është në po tashëm gati është ke shkallët e kryeministrisë. Po gati një show. Dikush kishte, imagjinojmë, se thanë, pa dëgjoj para pak netësh, në një prononcim direkt aty poshtë pemës së vitit të ri, sepse ka vendosur kryeministria dhe pemën e vitit të ri. Dhe poshtë pemës së vitit të ri aty, edhe thonte, se thanë, do t'i drejtoni, në fakt pyetja ishte edhe, se thanë, për të marrë një përgjigje të tillë. A do t'i drejtoni tashmë avokatit të ri të popullit për këto shqetësimet. Shpërthimi. Edhe shpërthimi ishte, se thanë, Gjigj Merimanga, hera parë që e dëgjoj, në fakt, pra, llapa e quante Endri Shabanin, Gjigj Merimanga. Masi ju kishte ra me shtjel me ushqimeve. Në këtë mënyrë, apo ajo batuta që dëgjohet disa studio, se më thanë, është ofertë bashkë me pemën e vitit të ri. Padyshim janë elementet cilat, në fakt,
jo vetëm që nuk e mbajnë gjallë opozitarizmin. Normal. No, a sabotojnë për ditën. Po, lëvizjet e gabuara. Lëvizjet e gabuara, pra më mirë është që ndrosh vetëm të flasësh pra në Kur s'fole nuk gabova, e kemi këtu më sipër. Po të flasësh në atë institucionet që të takon, pra ta përqendrosh vetëm parlament. Se sa imagjinojmë se sa zhgënjyse, sa godica është për mendimin opozitar. Qartë. Të mbledhësh një numër të pakt, pra të mos arrish të mbledhësh një as antarësinë në vend të mendimit politik edhe filozofik të qartë, që s'ke qa humë ma, edhe këtu të që e kam edhe me Sali Berishën. Shkuj 81 vjeç, po shkon 82 vjeç. Është edhe ora biologjike. Është ora biologjike jote edhe bëj mirë. Jo se nuk ka, por... Jo, ai është më i miri prapa ty. Zakonisht që janë, ato që janë thirrur në këtë mosh, janë thirrur për të bashkuar. Për të bashkuar. Jo për të mbajtur... Jo, problemi është se po më pyete mua kush është Sali Berisha apo Flamur Noka, Sali Berisha, Josefina Topalli, ose Sali Berisha dhe nuk e di se kush është atje, jo Albana Vokshi, sigurisht është Sali Berisha, absolutisht po. As që diskutoj fare për këtë punë, por ama se këtu po ikin, në kësaj teorie këtu po ikin demokratët. Po, këtë fush... S'ka demokrat ma. Këtë fush, atë që thamë pak më para, këtë fush, këtë skenografi brenda PS-s, brenda PD-s, e kanë bërë pikrisht të dy persona. Pa tjetër, e kam qartë këtë punë. Për shembull, sa herë që ka pasur, po përmend një rast krejt, po quj, se thanë, të rëndomës, sa herë që ka pasur në një shkëndi të moralizoti, ku është quar pikrisht në qarqet më problematike. Shko aty, në Elbasan. Po në Elbasan, e? Dhe ja fute e mëse në Joham gjallë. Po sepse janë situata anormale. Anormale, pa tjetër. Po dyshim që një njeri, se thënë pra, gati, siç më thonte një gazetar i huaj, në këto gjërat që përshkruhen, atë që shihen se thënë gati se thënë duket sikur këtë vend logjika nuk vepron. Ose antilogjika, nuk e di, mase ka dhe antilogjik, mas si antimaterja. Ndoshta ekziston edhe kjo. Mase është një alkimi e jashtëzakonshme. Gati një lloj çmendurie po e quajmë qartë, normalisht. Dhe padyshim, se thënë gjanë si e shpreha Mao Zedongit, se thënë gjiteni lart që të bjerë sa më fort. Dhe më thënë që të bëjë, bup! E përmenda zotin Ali Zoti, sepse ka pasur shpeshherë, se thënë, shkëndia, se më thënë, të jetë ndryshe prej formatit të tjerëve. Dhe sa e që ka thënë të shkëndia të jetë jashtë formatit të tjerëve. Jeshtë dhe një goditje e lehtë. Jeshtë dhe, se thënë, një goditje për t'i treguar se... Ose një transformim. Apo e nxjerr ndonjë përgjigje në ambient krejt. Qartë. Për t'i thënë që shikote. Për t'ja hedhë si ushqim turmës. Eksakt. Koleg, bëm bised, në një farë mënyrët, këthyëm edhe njerë bisedat tona, do t'i kemi të vazhdueshme sa herë të dalin kështu efektesh, nuk po e trajtojmë problemin vetëm politikisht, thjesht po e marrim në analizë ose në opinionet tona. Në opinionet nuk kemi domenin e të vërtetës edhe... Por do t'i bëjmë vazhdimisht. Të drejtën, arsye pse se dhanë vime dëshirë në emisionet tuaj është se normalisht aty ku fokusohemi nuk fokusohemi tek detajet. Sepse pak a shumë gjithë merren me detajet. Me detajet. Normalisht aty është edhe abuzimi më i madh. Ktu ke prekur një nga çështjet e mëdha të gazetarisë. Kurse ne merremi paktën japim mendimin pjesën filozofike dhe politike të opinionit tonë si qytetar. Eksakt. Pra nuk mundohemi të zbarrim përpara tjerëve. Po thjesht mendimin tonë si... Ne nuk do të luanim kur filmin e dikurshëm specialist për gjithçka. Ne jemi mendimin tonë aty ku qëndrojmë edhe e themi ashtu siç është për të thënë. Të falenderoj shumë që ishe sonte me mua, Ersen. Ishte kënaqësi, faleminderit. Miqtë On Talk, miqtë On Televizion, ky ishte takimi me Ersen Koperën. Ju jap takim për një tjetër.